Zonja dhe zotrin, të rinj dhe të reja, mirë se erdhët në puntatën e parë të edicionit të tretë të Shkodra Fest. Unë jam Lindita Martini dhe ndjehem shumë e lumtur, në të njëjtën kohë shumë e nderuar që më është besuar mua pjesa e moderimit, ku përgjatë 3 jave ne do jemi së bashku në fazën televizive të këtij edicioni të tretë. E kemi nisur kështu këtë rrugtim të gjatë pas 2 viteve sukses, pasi në këtë format janë prezantuar talentet të ndryshme nga e gjithë treva shqiptare. Shkodra Fest një gjithashtu edhe si festivali që u ka dhënë hapësirë artistëve të rinj për të vënë në skenë artin e tyre. E thënë në një formë tjetër është pikërisht ky festival që jep mundësi këtyre artistëve për të parë se çfarë mund t'i ofrojnë ata tregut muzikor shqiptar. E si që përmenda edhe në fillim përmendarisit, është e vërtet pasi stafi Shkodra Fest ka menduar që këtë vit të sjellë edhe një hapësirë të kushtuar këngëtarëve të suksesshëm të vite. Ne çdo puntat do të përcjellim tek ju një këngë. Është pikërisht një ndër ato hite, të cilat që në momentin e parë që janë publikuar kanë qenë preferencat tona, ku ne edhe sot vazhdojmë t'i kërcejmë, t'i dëgjojmë me të njëjtin emocion. Ndërkohë një njoftoj se do takohemi së bashku çdo të hënë të mërkurë dhe të premte në orën 17 për të prezantuar tek ju çdo ditë nga 5 performanca. Por jo vetëm, sepse do kemi edhe këndin e intervistave që është shumë rëndësishme për të njohur artistët, për të parë se sa vite kanë ata që merren me muzikë dhe kryesorja, çfarë presin ata nga Shkodra Fest. Unë dua të ndalem në një moment shumë të rëndësishëm, sepse për të ardhur deri këtu ku jemi tani, sigurisht që është dashur një punë e madhe që është bërë nga një staf i madh ditë e natë, me në krye producentin Elixhi, i cili ka menduar, por jo vetëm, ka punuar me shumë dashuri që ta risjellë tek publiku këtë festival në mënyrën dhe në formën më të mirë. E pas kësaj hyrje, sigurisht që nuk mund të rri pa bërë edhe falenderime. Falenderimi i parë është për të gjithë ju që jeni sot këtu së bashku me mua, për energjinë që ju keni dhe që do e kemi gjatë gjithë kohës, por një tjetër falenderim është edhe për të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit. Pa u zgjatur më shumë do të prezantojmë më njëherë performancën e parë. Kemi kënaqësinë ta fillojmë me një femër shumë të bukur, por jo vetëm nga aparenca, por edhe për sa i përket zërit. Është një emër jo pak i njohur për publikun shqiptar, do na emocionojë me një balad, pasi do na çojë kilometra larg. Mirëpresim me shumë duar trokitje, Erinda Neziri. Edhe njëna tjetër s'po kalon, më mungon një zë në dhomën time, në kilometra hapa ti dëgjoj, e vjen si hije ti në mendjen time, fytyrën ka shumë kohë që nuk ta prek, veç avionët qonë që venite, pse duhet që ne të qëndrojmë larg, pse duhet kështu ti kalojmë vite. Si e verë për dritën unë e kërkoj, si e vdekur frymën unë e kërkoj, pëse ti do jesh larg, unë do t'so jetoj. Nuk mjafton një bilet e as një jetë, të rikthej kohën kur isha me ty, ditët boshe duken si për jetë, dhe unë pres të më vishti. Nuk mjafton një bilet e as një jetë, të rikthej kohën kur isha me ty, ditët boshe duken si për jetë, dhe unë pres të më vishti. Pa fundësi, me
me premtime që do kthehesh prap, dhe unë qaj e mbytem në vetmi, tërsa ti ikën laj. Si e verë për tritën unë e kërkoj, si e vdekur frymën unë e kërkoj. Se ti do jesh laj, unë do të jetoj. Nuk mjafton një bilet e as një jetë, të rikthej kohën kur isha me ty. Ditët boshe duken si për jetë, dhe unë pres të më vishti. Nuk mjafton një bilet e as një jetë, të rikthej kohën kur isha me ty. Ditët boshe duken si për jetë, dhe unë pres të më vishti. Ka filluar me shumë emocione, pikërisht edhe edicioni i treti Shkodra Fest. Kemi qenë të dashuria, akoma të mpresim të dashuria sepse është ndjenja më e bukur njerëzore, por kënga që do të vi tani do të vi krejtësisht në një kontekst tjetër, bëhet fjalë për një fenomen i cili fatkeqësisht e ka prekur shumë shoqërinë shqiptare. Ata janë një grup që vijnë nga Kosova në titullin Dhun. Mirëpresim Strangs. Ajo vun për to plus për to nuk flen, ajo rren non stop për to kur që s'len. Ajo kur se len i shkrum vazhdimisht, ajo ka vëqepsh, ajo e don seriosisht. Monoton që s'ka ta shuk thynë në rejtje, se kupton kur që e jeton me vrejtje. Për me dal me leje, për një fjallë grushton, a i shëtit të natën, ajo kërkon s'shkon. Vet në vomë pa kërkon, shu ditët që shka ndryshu. I bin mentit e para sana që ja ka premtu. Jeta ketë ju deviju, ka nevoj për dashni. Ajo donë me përqaf, s'donë vi ardhe i raraki. A i tu kish qipit, deri sa kjo i fol për fmi. Qohet e shuk dritën, mo nuk donë me ni. A i vish donë me pi, e kjo me nën ku ha me shku. Se kit ondrat qka i pat pishet tu i dështu. Ajdin se, ko jet ma t'mirë. Edhe pse, së e let me zgjirë. Ajdin se, ko jet ma t'mirë. Edhe pse, së e let me zgjirë. Ajo vun, nësë është nguju më ndhon, e më në gjallë, dashnia që atër kyja ka dhonë kur jenë konë. Shifti ma e mirë pa gabime, se ton me t'sodit ajo jeton me kujtime. Ajo rejt qdo nat, vjen i pi qdo nat, shumë i ligë, pandjenja edhe në shtrat. Ajo s'mon me i, se pranojnë shpes shpiz, thojnë në femën pa moral. Traditat e shqiptaris është e vetë me n'kit bot, tu jetu si e kot në ftyrë një shajt zez. Se aje ka gju me gotë, syt me lët, e kujton kohë të shkume. Kur aju kom tjetër njerët ta shka përfundume. Humor, droga, alkohol, gjithë shka tjetër. E dashnia me zdëve kam i t'vulle, veç një letër. Pa desh t'u bo ma tepër, një fmi për rritet n'bart, pa dashni u kriju një vepër. Ajdin se, ko jet ma t'mirë. Edhe pse, së e let me zgjirë. Ajdin se, ko jet ma t'mirë. Edhe pse, së e let me zgjirë. Ja ku jemi sërish së bashku, me shumë duar trokitje sigurisht, sepse si që thash edhe në fillim, jam shumë e nderuar që kam pranë vetes një publik kaq të zjarrt, të cilët unë do i falenderoj her pas here që janë me mua. Faleminderit. Ky edicioni Shkodra Fest ka rezervuar surpriza pafund
të artistë nga të gjitha trepat shqiptare që sjellin këngë të ndryshme nga të gjitha rrymat muzikore. Kemi qenë në Kosovë, vazhdojmë akoma të mbesim në Kosovë sepse edhe artisti i radhës vjen nga Prishtina në rrymën pop dance, është fjala për Fisnik Fetahun, Diva. Jom ka du fjallë që du dashni me zemër Ej, natin kontrollo ki më bo pish më prej kokën themër Po ga bëj dhe ti po ga bon se na nuk jena perfekt Dy te kemi dashni po tjetër diale E qa po ta thot goja e di nuk e kim rena Beso nuk o nevoja me më tregu ti muk si rena Se kiti qa ke dasht unë zemër ty t'i dhasht Edhe ndit ma t'vstira unë ty vet nuk të lash Se ti baby e ma e mira sa shumë e runda thash E modhe u kon dëshira për me ardh ku jena ta Që që ti mos gabo baby mos gabo Nuk o njejt kur na dy bashk nuk jena Tani me vete me t'mor Ondra m'ka përsjell Kur e ti që ti nuk i kur Farloj alternativa Mos u munoti me I Se jo mas teje diva Diva, diva Jo mas teje diva Diva, diva Jo mas teje diva Ka qenë Fisniku, i cili kishte mbetur mbas divës, por se për cilën divë bëhet fjalë sigurisht që do e mësojmë gjatë intervistave. Kemi prezantuar 3 këngë deri në këtë moment, kemi qenë pak kështu si melankolik, është momenti ta ndryshojmë një çik atmosferën apo jo? Okej, unë ju falenderoj për miratimin. Ftojmë me njëherë në skenë Joni, është një emër i ri edhe për sa i përket moshës, por edhe për sa i përket artit, por që premton shumë për muzikën shqiptare. Ai vjen me këngën Drejt qiellit, ne mirëpresim tani. Po punoj piksini me arrit Ta mushin thesin me rajna për dit Letra ta hap me se i njof aftësit Ti është e qendje në s'munesh me mik Nuk e kuptoj pse folin mrapa shpine E mrapa marin rrugën për me ik E fare thjesht men shif punët e tuja Unë kom arrit deri këtu se kom dit Po
Kështu funksionon industria, i merr pare dhe varja kësaj pune. Nuk pusin talenti njërzia, por pusin kupat e fitume. Bang, bang, bojnë depresione, gangsterat për jetë në depresione. Gazin dras nuk du me ju takuse, jom drog që kryoj reakcione. I njoh aftësit e mija, e di deri komune me mbri. Ju shkoni underground e unë, drejt qelit e si palimit. Hip hop i qilize zemrës, in eksistenca me rjet. Emrin të mere e shkruje, atje komunet me shindrit. I njoh aftësit e mija, e di deri komune me mbri. Ju shkoni underground e unë, drejt qelit e si palimit. Hip hop i qilize zemrës, in eksistenca me rjet. Emrin të mere e shkruje, atje komunet me shindrit. Në aksion a jena në rrug me vite, qunat kanë tregu benefite. Ne vazhdoj me shkrujmë historiti, na je prespekti që t'kena dhon beg. Rethi ku rishu het lejalitet, bazamente e jolla fe me grep. Optimat halla flake nxet, e shkru me zemër e jon flir. E bëj krejt për familje, për krejt ata që mdun. E vështuk ma deshtit mirën, krejt vetën e tregun. Nuk di kush i pagun, që me ren me thashe theme. Për rapim terrorist bang, që kjo është bomba jeme. I njoh aftësit e mija, e di deri komune me mbri. Ju shkoni underground e unë, drejt qelit e si palimit. Hip hop i qilize zemrës, in eksistenca me rjet. Emrin të mere e shkruje, atje komunet me shindrit. I njoh aftësit e mija, e di deri komune me mbri. Ju shkoni underground e unë, drejt qelit e si palimit. Hip hop i qilize zemrës, in eksistenca me rjet. Emrin të mere e shkruje, atje komunet me shindrit. Me sa dëgjova aty pas skenës, pash që Joni kishte ardhur me shumë pushtetës me vete, është e vërtet? Ja, e vërtetua. Mirë, kemi dëgjuar kështu një këngëtar nga Prishtina, më pas një këngëtar nga Tirana, por për t'i votuar të gjithë artistët pjesëmarrës në Shkodra Fest, është shumë e domosdoshme që t'i votoni ata për mënyrës që është e afishuar gjatë të gjithë kohës në strishat e ekranit tuaj. Është një procedurë shumë e thjeshtë, por nga ana tjetër është e domosdoshme për t'i çuar ata drejt gjysmëfinale, se më pas në finalen e madhe. Kemi mbërritur kështu tek performanca e fundit. Është Mercy G që vjen me 1010. Se kujt ja ka kushtuar 1010, ne mbetet ta ndjekim, ta ftojmë tani në sken. Me një sy ty ndryshe shkon jeta. Ton jetën du me t'pas temën, por veti du me ta mër zemrën. Besom se kërkush para teje nuk del tjetër femër. Se unë e di me t'fal dashni, edhe nëse du jet muj mi pas, prapi ndaj me ty. Edhe 1000 vjet kom me prit si qdo nat e qdo dyt. Dashnia jeme për ty, jo s'ka limit. Edhe 1000 vjet kom me prit si qdo nat e qdo dyt. Dashnia jeme për ty, jo s'ka limit. E du tani nga ty, tu dashti s'ka mu nol deri sa t'jem me ty. Se unë e di, ki
me kompleti o ty. Unë e bëj qa ma thot zemra se me goj nuk foli. Kur jam me ty e harroj vetën, vazhdu me kalu jetën. Na qas kur erdhe ti bane me haru tjetrën. Edhe 1000 vjet kom me prit si qdo nat e qdo dyt. Dashnia jema për ty, jo s'ka limit. Edhe 1000 vjet kom me prit si qdo nat e qdo dyt. Dashnia jema për ty, jo s'ka limit. Edhe 1000 vjet kom me prit si qdo nat e qdo dyt. Dashnia jema për ty, jo s'ka limit. Faleminderit. Mirë, të dashur publik, këtu që jeni me mua dhe të gjithë ju që po na ndiqni nga shtëpia, kemi bërë kështu edhe prezantimin e 5 performancave të para. Por unë dua t'ju jap një njoftim shumë të rëndësishëm për gjithë ata që nuk kanë mundësi ta ndjekin nëpërmjet ekranit. Të gjitha këngët prezantuese do të jenë menjëherë në kanalin zyrtar të Shkodra Fest në YouTube, ku ju mund t'i bëni share dhe like kanalit në subscribe. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga Exalco Albania, sponsor general, sponsor të tjerë, Erzeni, Eltoni Autogaz, Senso Unico, Motel Villatini. Për të gjithë ju ndërtues që keni vendosur të ndërtoni apo rikonstruktoni ambientet tuaja të punës ose banimit, tashmë për një zgjidhje cilësore dhe të garantuar, firma Exalco ju ofron të gjitha shërbimet për një mjedis moderne të bukur. Fasada xhami struktur alumini Spider System, fasada ACP Aluminium Composite Panel. Veshje fasada me panele të përbëra alumini, alukubont e tjerë. Dyer dritare, grila, hiezues manuale dhe elektronike. Qepena dhe dyer garazhi, manuale dhe elektronike. Pedana elektrike dysheme lëvizse, ashensor të mbyllur dhe panoramik. Parmak me profile alumini dhe me xham, shkallë elektrike lëvizse. Firma Exalco, cilësi e garantuar. Për më tepër informaciona kontaktoni në numrat e poshtë shënuar. Mjaft më me ushqime pa vlerë dhe pa shije. Ushqimi bio është ajo çfarë na duhet. Unë guxoj për të qenë e shëndetshme dhe ne prodhojmë vetëm qumësht të shëndetshëm. Qumësht Erzeni. Si Erzeni, zor se gjeni. Motel Villatini. Fjetje e rehatshme. Pushim ditor në vilat me komoditet të lartë. Dhoma të veçanta me jacuzzi. Restauranti me menu të begatshme. Motel Villatini, kilometri par, Prizren, Ferrand. Shpenzoni shumë para për karburantin e makinës tuaj dhe rroga është e ulët. Tani është zgjidhja e duhur. Eltoni Autogaz, cilësi dhe garanci 5 vjeçare për impiantet e gazit. Të certifikuar, mbi 10 vjet eksperiencë. Problemi juaj është i zgjedhur. Do esni më shumë dhe do harxhoni më pak. Eltoni Autogaz, nuk duhet të mungoj në makinën tuaj.
Jemi rikthyer sërish së bashku pasi kemi ndjekur edhe këngën e parë prezantuese për sa i takon hapësirës që është kushtuar këngëtarëve të suksesshëm ndër vite. Kemi pasur prezantimin e 5 performancave të para, e ndërkohë është momenti të ndalemi tek intervistat. Siç e shihni, kemi ndryshuar pak edhe skenën shumë të magjishme që kemi për të qenë sa më komod, për të njohur më shumë rreth artistëve që ishin në puntatën e parë. Ajo e filloi e para me konkurimin e saj, do filloj e para dhe me intervistën. Unë mirëpres pranë meje Erinda Neziri. Avash, i kemi këto kompleksën e femrat. Përshëndetje, mirë se erdhe. Të ftoj që të ulesh, që të jemi rehat me këto fustanet, me këto gjërat. Janë gjëra që me shkudzoj kuptojnë asnjëherë. Ndalemi tek kënga me njëherë, sepse ishte balada e parë, ishte kënga e parë që hapi edhe edicion e 3 të Shkodra Fest. Na ke quar shumë kilometra larg me atë këngën tënde, si u realizua? Atëherë ishte ideja ime, më saktë, është diçka që unë realisht po e përjetoj dhe më lindi ideja që ta bëja një këngë. Duke qenë se është ideja jote, përjetimi jot, do më thënë që është diçka që ti po e ndjen në jetën tënde. Mund ta thuash diçka më shumë sepse është edhe më interesante, duke qenë se ti je personazhi kryesor i kësaj kënge. Atëherë unë ja kam lënë çdo gjë këngës, ashtu si të shplet kënga, ashtu edhe unë po e përjetoj. Megjithatë, tek kjo këngë do gjejmë veten shumë njerëz, shumë të dashuruar, sepse kënga flet për një lidhje që është në largësi dhe kjo vajza i kërkon djalit që të kthehet sa më shpejt, takohen. Jemi shumë të ndjeshme ne femra, po deshit kthehet, po deshit rri atje ku është. Ai humbet. Mirë, ti mendon se dashuria ja del largësisë, domethënë e mund largësinë? Nëse ekziston një dashuri e pastër, normal që do ja dali se s'bën, s'ka ku të shkoj. Edhe unë ashtu mendoj realisht, dashuria fiton gjithmonë, thuhet në të gjithë librat e famshëm. Besoj se në Shkodër ke qenë disa herë. Tani më preke këtu. Edhe unë prekem, këtu se jam nga Shkodra. Po, gjithmonë ata që vinë kanë ndjesi të tjera. Jo, në Shkodër më pëlqen si vend, si qytet, por shpesh shkoj tek Exal, ku aty ku më pi një kafe. Është vërtet vendi i duhur për të pirë atë kafen tënde në qetësi, e sigurisht për të shijuar edhe pije të tjera pasi funksionon edhe si lounge. Ne përshëndesim shumë bar Exalco, i cili për të tretin vit radhasi është sponsor general, duke e mbështetur shumë fort këtë aktivitet të Shkodra Fest. Faleminderit Exalco, kompania më mirë për t'i besuar modelimin e shtëpisë tuaj. Erinda, unë të falenderoj edhe ty që ishe këtu me mua. Të urojmë shumë suksese në rrugën tënde dhe shpresoj që gjithmonë të sjellësh këngë kushtuar dashurisë. Ajo që kemi më shumë nevojë është dashuria. Është e vërtetë. Të Faleminderit. përcjell me shumë kënaqësi e dashur. Mirupafshim. Ka qenë pikërisht Erinda Neziri, ajo që hapi edhe Shkodra Fest, ajo do të hapte edhe pjesën e intervistave. Shkojmë në Kosovë, ata janë grupi Strongs. Kanë ardhur me një këngë vërtet shumë të veçantë, por për të mësuar më shumë unë do i ftoj me njerë të vinë këtu pranë meje. Strongs e janë i shpejt, koha nuk pret. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët çuna. Mirë se u gjetëm. Po, si shkoj? Shkoj super, performanca ke shumë e mirë, faleminderit këtyve organizatorëve, ty, gjithë kujna që e ka organizu këtë sen, shumë mirë. Edhe ne ju falenderojmë, po ishte një këngë, në momentin që unë e kam dëgjuar titullin e kësaj këngë, është një fenomen që fatkesisht e ka prekur shumë shoqërinë shqiptare. Si lindi, ku frymëzua të realizonit këtë këngë? Problemi u kun që këtë këngë e këna posë ma herë, do me thonë të shkrume. Tani kur e këna marrë ftesën për festival, e këna bo bashkë me këto do me thonë, jena shku e këna ingjizu, është një temë socialet, një temë emocione, edhe kom bashkë që ju ka përshtat festivali. Mendoni se kjo do të përcjell një mesazh të fortë, sidomos për meshkujt shqiptar? Po, mendojna që ka me konë shumë pozitive, edhe na e këna shkru pozitiv, shumë. Sigurisht, cili është mesazhi përveç këngës? Ju do jepit me meshkujt shqiptar që ky fenomen të zvoglohet sa më shumë derisa të arrihet që të mos ekzistojnë ndonjë ditë më. Çfarë mund t'i thoni meshkujve që se janë shumë? Duhet me ju thonë rënit barabartë, jena këtë njëjtë si femnat, si moshkujt. Menoni pozitiv edhe vinë sanët pozitive. Dhe me thënë edhe kur jep mesazh një kështu që
Jena njëjtë. Po, jena njëjtë, normal. Jo, sigurisht jemi njëjtë, po kjo mënyra se ju çdo gjë e bëni me re. Po kur i thua të dashurës të dua, si thua? Të dua? Të dua. Do me thonë e ndanë të vinë, pas këtë dashur, pa ndalemi njerë. Nejse, jas. Jo, nejse. Ke fjallat e nëse e kam, i thëmë që është. Nëse e ke, ti realisht ke ndë një të dashur? Jo. Je në njohje, sepse... Mundesh me thanë jo. Jo. Këtë pose. Të ndalemi pak, sepse mua pëlqejnë gjithmonë këta historitë e dashurisë. Është e çuditshme, ju artistët, pjesa më e madhe gjatë gjithë kohës jeni single. Ama ku ju kapin ato portalet, gjatë gjithë kohës jeni të shoqëruar. Se çfarë bën ju nuk e di. Ndalemi pak tek ju. Duke qenë se je në një marrëdhënie, përshëndetje edhe një herë, duke qenë se je në një marrëdhënie, unë besoj që respekti është shumë i madh ndaj femrës tënde, sepse kështu quhet në gjuhën tuaj të hip-hopit. Ti, cili është mesazhi që mund të përcjellësh për gjithë ata që janë pjesë e gjinisë tënde, por që realisht ushtrojnë dhunë? Mesazhi jam është, faktikisht në shoqërinë tanë nuk e besoj që është ndaj psikopat, sikur e kuptoj, por mesazhin e japim për të gjithë. Po, mesazhi për gjithë, ju kisha thonë, mas pari mos provoni nëse nuk e doni dikon, mos i heni asoj rrugë fare, se unë për veti nëse se shakoni dashurum, edhe nuk e kisha bo dhe hapin unë feju me to, kisha dosh me full për muzikë. Sa mbështetje është për ty e fejuar ajote, përsa i përket karrierës? Ta thënë të vërtetën, fillim u kom pak skeptike, adin se qëtu që përmen edhe të portalet. Po me ku e ka kuptu që muzika është diçka që unë bërën për shpirtit edhe jina shumë matë, jina njëftu me to shumë matë, edhe prej fillimit kërë më ka njëftu mu e ka ditë që në bëj muzikë. Edhe u adaptu mu me këtë ritëm edhe tash normal unë përkra dhe është shumë përkra se mo dhe... E kuptoj. Ti beson shprehje së famshme që pas një burrit të sukses shumë gjithmonë fshihet një grua e fortë? Po, normal. Edhe pas një grua të suksesshme fshihet edhe një burrit të fortë. Kjo ka mbetur me pikë pyetje në fakt, nëse ti e ke dëgjuar më parë këtë shprehje. Rikthehemi tek projektet tuaja. Ju do vini sërish si në një bashkëpunim apo jeni të ndarë? Po jo, na tash e kena projekte në radhës, domethënë me 5 maj PC ku janë nisin xhirimet, e kanë bo kongën, e ka bo Cricket Music, e njojnë Gate, e përshëndetshëm shumë. Edhe s'ka më nalë, domethënë vijnë projektet e radhës ran e ran. Veç inshallah kena sukses, edhe e vlerësojnë njerëzit që ato që na e bojnë. Kur e keni filluar karrierën tuaj në muzikë, keni ardhur në një stil që është vërtet shumë trend, që është stili hip-hopit, por keni pasur ndonjëherë atë frikën se mund të quani si kopje dikujt tjetër? Po jo, se na fillimisht na jena ardhur shumë mati, domethënë jena ardhur pi klasës 4-5. Atëherë kur s'kena ditë as çfarë është suksesi, as çfarë është fama, as s'kena ditë çfarë janë këto hesh, na jena i thjeshtë që kena gjetë veten në çatë rrym, domethënë. E tash të janë senet domethënë ma profesionali, i dina senet ma mirë në ngjarjet që po ndodhen edhe e menojnë atë suksesin, domethënë i rrina gati çdo seni. A ka ndonjë reper që ti, nuk po them që e ke kopjuar, por të paktën në fillesat tua ka qenë suksesi, fama atij që ti do doje të kishe një ditë? Ka një emër të veçantë? Puna e reperave është shkon adin me kohë, për shembull kur im kom fëmijë ku mujt më pëlqej një reper tjetër, që na është sot nuk më pëlqen veç e kujtoj që më ka pëlqyer dikur. Unë kur na kom fëmijën unë e kom pëlqyer shumë ritmin e rrugës për Kosovë. Ka qenë vërtet shumë i suksesshëm në vite të largë flasim. Edhe nuk ka që kam bo sukses veç hajt, si dikush, po kam bo punë ata për sukses. Sa i përket tregu ndërkombëtar, unë ka pëlqyer Nosi gjithë, ka edhe repera tjerë, po Nosin e veçoj se është mënyra që i lidh fjalë taj mu më pasionon, që ka mujt me lidh fjalë. Ku i bazoni më shumë tekstet? Të kjo të lekët, të femra, tek luksi? Apo thuaj kështu e do hip-hopi dhe kështu do bëj? Nëse i këshyr klipet tona që i këna bo më herët, na zakonisht i na bazu në ngjarje reale, në diçka që ka ndodhë, ose është ndodhë, po edhe që mundet me ndodhë, do me thonë. Jo vetëm për pjesën e luksit, do me thonë. Po tash
Deshtën kucudit edhe luksi u hi një farë mënyre që është jetesë. Ka marrë shumë për parësi, duam ne. Masena të luksi edhe kësha dosht me përshëndet senso uniku sot që u përkujdes për duken tonë. Sa do ju thoja që jeni veshur shumë bukur. Po, këtu në Tiranë gjillet, edhe kena bo në marrëveshje që menoj që kena me vazhdu edhe në tardhë me mu vesh për butikët të frejtë. Është një biznes i cili e mbështet shumë Martin, ne falenderojmë shumë butikun i cili sjell një stil shumë të veçantë për të gjithë me shkujt, është pikërisht Sens Unico. Djema, unë ju falenderoj shumë, ju uroj suksese dhe urime për këngën, keni sjellur një frym tjetër këtu në Shkodra Fest. Shpresojmë që mesazhi juaj të jetë sa më i dëgjuar. Shpresojmë edhe na është. Dhe diçka, si do e bini publikun që të jeni në gjysmë finale? Po mendoj sa i përket muzikës rap. Ata njerës që e përcjellin muzikën rap si në Shqipëni, si në Kosovë, ne besoj që sa po e dëgjojnë kongën, ata e cilësojnë që është njona për kongën është për muzikë rap. Sa kom dëgju, se edhe s'kom najtë shumë edhe këto, është njona për matë mira, pa komplet. Për tjertë, menoj që dohet me mbështet mas pari jo për gratë veta, po për motrat veta, për gjinin femrore. Ajo është kryesore, nga femra rrjedhjeta. është një mesazh pozitiv që dohet me konë barabartë. Më shpresoj të kemi meshkuj sa më shumë shqiptarë që të kenë të njëjtin mendim me ju. Faleminderit edhe një herë. Do ju përcjell me shumë kënaqësi. Mirupafshim, si përshëndetin ju reperat? Mirë Djema, faleminderit që ishit këtu me mua, është radha për një tjetër intervistë. Ka qenë i treti në garë, është i treti edhe për sa i përket intervistave, ftoj me njerë pranë meje Fisnik Fetahun. Fisnik, eja me njerë këtu. Mos më le vetëm në sken. Përshëndetje, mirë se erdhe, të ftoj që të ulesh. Fisnik, si ishin emocionet sot? Keni qenë edhe ndër konkurentet e parë, keni pasur dhe përgjithësi, Po, sepse kam pasur nderin që të filloj të qysin start Shkodra Fest Treshin. Por emocionet ishin në rregull, sepse kam përjetuar edhe të tjera eksperiencës si kjo. Të kam penguar të njerë emocionet për shembull për të paraqitur performancë, për të dhe më të mirën të dhe në performancë? Kur kam filluar muzikën, në fillim po, por tash jam mësuar. Ke krijuar imunitet, domethënë, ndaj emocioneve. Po është mirë, por gjithmonë duhet pasur pak emocion që edhe kënga të shkojë tek publiku në mënyrën e dur. Si u realizua kjo këngë për të ardhur këtu në Shkodra Fest? Kjo këngë, me të thënë të drejtën, u realizua këtë spontanisht, me një shok timin ose koleg timin të thënë më mirë, që punojnë a bashkë, kena edhe produksionin tonin. Edhe tu punu në studio aty, në ra ideja në erë dhe banëm kongën për me performu në Shkodra Fest. Edhe në 2 vitet e tjera të Shkodra Fest ka pasur shumë talente, shumë artistë nga të gjitha treva shqiptare, për shembull nga Kosova, duke qenë se ju jeni nga Prishtina. Ju mendoni se Shqipëria, konkretisht Shkodra Fest, ju jep mundësi të mira, prandaj është kjo arsyeja që sillni gjithmonë produkte të reja? Shqipëria gjithmonë ka dhënë mundësi të mira, sepse unë kam qenë edhe në X Factor. Por tash edhe Shkodra Fest është mundësia alo ma mirë që me promovu vetën si një artist i ri në këtë treg. Sepse Shkodra Fest të jep mundësinë që ti të vish me produktin tënd, domethënë ajo është e jotja, bëhet kënga mbetet e jotja. Normal. Po me këto rrjetet sociale, si janë punët? Sepse të jesh artist, duhet të kesh shumë followers, duhet të jesh gjithkohën i klikuar. Normal, atjen... Ti si e bin publikun që të dëgjoj këngën tënde, pastaj e pëlqen se pëlqen, janë preferenca të veçme? Po publiku e di vetë që është mirë, që është mirë. Edhe besoj që kejtë ju pëlqej, nuk ka një farë problemi. Çfarë mendon ti se i ke sjellur ndryshe këtij kompeticioni? Te ky kompeticion vi se dëgjosh kënga diva, vetëm një diva kush e din kuptimin, e ka një lloj, nuk e di si ta them. Edhe mendoj që çajo është një element shumë ndryshe për këtë kompeticion. Ka pasur ndonjë femër që ti ke dashur ta quash div në jetën tënde apo pret, ja akoma në kërkim? Nuk ka pasur bash
komplet, por në të ardhmen shpresoj që do të ketë. Edhe ne urojmë që të ketë një femër që i ta quash diva, sepse është një femër që kushdo do e donte. Jo të jetë vetëm div Instagrami, se e kemi marrur vetëm kështu diva me foto të bukura, por është një kuptim tjetër, është kuptim dashurie. Po, normal. A ka ndonjë femër në jetën tënde apo ka pasur që ti vërtet mendon t'ja kushtosh këtë emër kaq të bukur të dashurisë? Në të kaluarën nuk ka pas, por në të ardhmen shpresoj që do të ketë, sepse diva do të thotë gjithçka për një femër. Edhe ne urojmë të ketë sa më shumë dashuri në jetën tënde dhe në jetën e të gjithëve, sepse dashuria është ajo ndjenja më e bukur njerëzore. Po, sigurisht janë produktet e Erzeni, sepse ju e dini si Erzeni Zor Segjeni. Është kjo kompani që ju ofron produktet e saj për të ushqyer shëndetshëm dhe për të qenë gjatë gjithë kohës në një gjendje sa më të mirë fizike. Të falenderoj shumë Erzeni që edhe këtë vit ti je pjesë e Shkodra Fest. Unë të falenderoj edhe ty që ishe së bashku këtu me mua në këtë intervistë. Shumë suksese. Faleminderit shumë për ftesën. Mirupafshim. Sa po kemi përcjellur kështu edhe Fisnik Fetahun, kemi qenë në Prishtinë, por është momenti të rikthehemi në Tiranë. Fizikisht jemi, por të rikthehemi për sa i përket artistëve. Unë ftoj këtu pranë meje me njëherë Jonin. Joni. Përshëndetje, mirë se erdhe. E të rahatohemi njëherë, ta marrim vesh të punën tënde. Po. Mirë se erdhe. Mirë si u gjej. Drejt Qedit. Kujt i drejtohesh Drejt Qedit? Është një kërkesë. Si është kjo këngë? Një kërkesë që gjithë, më thonë, këngëtarët kërkojnë shumë, duan të ngjiten sa më lart. Ka të bëjë me ngjitjen në karrierë. Ti çfarë kërkon saktësisht nga muzika? Cilat janë ato? Normal që majet më të larta. Më të larta. Si mendon se do ja rish, sepse duhet shumë punë, por ka gjithmonë një strategji, po e themi. Ti çfarë mendon? Duhet me punu shumë që me arrit majet. Ti je një djalë i ri jo vetëm në moshë, shumë simpatik, por edhe për sa i përket muzikës. Çfarë të ka shtyrë të hysh në këtë fushë që është po aq e bukur, por nga ana tjetër po aq e vështirë? Po, fillimet domethënë kanë qenë thjesht qef, edhe pastaj tu menu me bëu diçka normal me grupin. Që unë njofta me grupin dhe ata më kanë ndihmuar shumë dhe cilët i përshëndes shumë. Më kanë dhënë shumë mbështetje, edhe më thon fal tyre jam këtu. Familja, normal që më kanë mbështetur shumë. Ti në të njëjtën kohë po merresh edhe me studime, je maturant? Jo. Akoma jo? Po, kam dhe i vit tjetër edhe. Okej, do me thënë ke edhe një vit për të vendosur, sepse veç mas muzikës, studimet janë shumë të rëndësishme. Ku e she veten përveç muzikës? Se tek muzika dje që po, por ke menduar në një profesion tjetër? Profesion tjetër s'ka menuar përveç muzikës. Ka shumë i dashuruar pas muzikës? Po, muzikë shumë. Jam gjatë gjithë kohës, po të thush vetëm me muzikë mirë. Kanë qenë dakord për shembull prindrit e tu? Po, gjithmonë më kanë mbështet për çdo gjë. E pëlqen këtë rrymën tënde? Si prindrit më apo thjesht të mbështesin si fëmijën e tyre? Po. E imagjinon mamin e babin të kesh ndonjë bashkëpunim kështu me këta? Jo, është shumë imagjinate. Është shumë egzageruar. Shumë egzageruar. Mirë, ne i përshëndesim shumë prindrit tu. E ndërkohë po me makinat, si ke këto raportet? Makinat shumë mirë do. Shpejtësia? Shpejtësia shumë qep. E tani ne nuk do japim këtë mesazh, sepse duket sikur po flasim për shpejtësi, ndërkohë që ne duhet ju themi të gjithëve moshatarëve të tu, ama të gjithë atyre që kanë makinë, që asnjëherë të mos e teprojnë me shpejtësinë, por për të qenë gjithmonë të sigurt, duhet të zgjedhin KPMF e parë, si e kishte? Eltoni Gaz. Eltoni. Sigurisht Eltoni është më i miri për sa i përket autogazit, e gjeni në Fushkruj. Eltoni, faleminderit. Joni, faleminderit edhe ti. Faleminderit shumë dhe juve. Të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Mund të përcjell me kënaqësi. Mirupafshim. Përcjellim kështu edhe Jonin, ndërkohë kemi mbërritur në intervistën e fundit, koha kalon shumë shpejt, madje fare pa u ndjer. Është radha për Mercy G. Mercy G vjen menjëherë këtu pranë meje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mund të ulesh? Përshëndetje. Përshëndetje. Kaluaj 1000 vjet? Apo jo akoma? Si ishte ajo kënga 1000 vjet? Nuk të duken shumë 1000 vjet? Shumë lindi ideja.
Për shembull 1000 vjet përdoret për ata persona që i duam shumë dhe i thua që 1000 vjet po të rria me ty, nuk do mërzitesh. Ati në çfarë kuptimi e ke këtë titull kënge? Do shta më dikush më ta quajë dedikim, pasor dedikim. Po thjesht diçka që lindi aty në studio. Edhe vendon të ta titulloj 1000 vjet. Mendon se ka një person që ti doja kushtoje edhe 1000 vjet, po ti kishe 1000 vjet me atë person do rrije? Po. Atëherë është frymzuar diku kënga, mos më thuaj mua me erdhi në studio. Se kom shkruaj vetë këtë tekst, na kupton. Është një dedikim? Kemi punu me çuna në studio dhe kështu. E kuptoj. Për sa i përket muzikës, ku e sheh veten? Për shembull pas 5 vjetësh, si mendon se mund të jetë karriera jote muzikore? Mendoj që do ecim shumë përpara. Që po organizojnë shumë festivale, si Shkodra Fest. Cila është shtysa jote që të bën të merresh me muzikë, të prodhosh këngë, sepse ti je artist, duhet që gjatë gjithë kohës të jesh shumë afër publikut me produktet e reja. Çfarë të shtyn ty të jesh pjesë e këtij tregu? Më pëlqen muzika dhe e adhuroj. Domethënë është një dashuri shumë e madhe që të bën të jesh pjesë e gamës së gjerë të artistëve. Po ande nga Prizreni, ishe këto kohë? Po isha te një motel Villa Tini. Si ishte? Shumë i mirë. E kështu thonë? Shumë komod, i rehatshëm. Isha për pushime, 3-4 ditë. Në rregull, domethënë mund të jetë një vend ideal për të gjithë ne. Shumë i mirë, ju i them gjithëve që të shkojnë atje, shumë i mirë. Patjetër, edhe ne do shkojmë. Sapo të kemi ndalesën e parë në Prizren, do të jemi tek Villa Tini, e cila ofron ambiente vërtet shumë komode dhe të rehatshme për të kaluar një fundjavë apo çfarë të dëshironi ju për të akomoduar aty. Mirë, ne do të qëndrojmë këtu së bashku, mos ik, sepse do bëjmë mbylljen e emisionit. Do qëndrosh me mua? Do qëndrosh apo jo? Po. Okej, në rregull. Mirë, miqtë e mi, ka qenë kjo puntata e parë e festivalit të tretë të Shkodra Fest. Kemi njohur kështu edhe 5 performancat e para, por jo vetëm. Pikërisht në këtë kënd kemi pasur të ftuar të gjithë artistët, i kemi njohur më shumë, kemi ditur më shumë rreth projekteve të tyre muzikore, por jo vetëm, duke ditur edhe pak nga jeta private, sepse shqiptar jemi, këtë kurreshtin e kemi gjatë gjithë kohës të zgjuar. Ju e dini që mund na gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube, në faqen zyrtare në Facebook dhe të gjitha këngët do të jenë poshtë të publikuara në faqen zyrtare të Arkiva Shqip. Mos harroni se takimi i radhës do të jetë ditën e mërkurë në orën 17. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.